Sipas censusit të vitit 2011, Shqipëria ka afro 6.5% të popullsisë së vetë deklaruar si persona me aftësi të kufizuara ose rreth 170.000 vet, por më shumë se sa për shifrat, veprimtarët e kësaj fushë janë të shqetësuar për nivelin tepër të ulët sipas tyre të respektimit të drejtave njerëzore për këta persona me kufizime në lëvizje, në shikime, në dëgjim. Për sa i përket respektimit të drejtave, ne ende jemi në fazën, le të themi, në fazën fillestare të respektimit të tyre. Ne kemi probleme shumë të mëdha si shoqëri me aksesueshmërinë, pra me eliminimin e barrierave në transport publik, në trotuare, në institucione publike apo private ku marrim shërbime dhe jetojmë si komunitet. Ende në Shqipërinë e vitit 2022 ka një kuptueshmëri shumë të mangët edhe të cunguar në lidhje me eliminimin e barrierave. Komisioneri për mbrojtjen nga diskriminimi Robert Gajta thotë se respektimi të drejtave për këta persona në Shqipëri është në kufit minimal. Problemi i parë njëherë është minimumi, është aja që mungon aksesueshmëria shumë shërbime. Dhe flas për shërbimet, flas edhe nga aspekti i shëndetësisë, edhe nga aspekti i arsimit, edhe nga aspekti i transportit, edhe nga aspektet pastaj të shërbimeve të ndryshme të përditshme që qytetarët i marrin në mënyrë shumë thjeshtë, por që për personat me aftësi të kufizuar kthehen në barriera pastaj të pakalueshme, pa pasur suportin e një personi tjetër që duhet të jetë në dispozicion të tyre. Kjo do të thoya për nivel arritje standardesh jemi shumë larg dhe nuk mund të flasim akoma për nivelin 0 në momentin që jemi. Organizatat e drejtave të njeriut në këtë fushë kanë nisur një lëvizje të re për të kujdesur institucionet dhe shoqëria më shumë për personat me aftësi të kufizuara. Drejtuesja e Fondacionit Së Bashku, Suela Lala, thotë se një shoqëri që synon të integrohet në Bashkimin Evropian duhet të krijojë hapësira dinjiteti për të gjithë. Besoj gjithë e kanë konstatuar që ka pak persona me aftësi të kufizuar në lëvizje, në komunitet, në vendin tonë. Dhe jo se nuk ka të tillë, statistikat tonë krejt të kundërtën, po duke patur një mjedis me kaq shumë barriera, me kaq shumë pengesa, me kaq shumë vështirësi, kuptohet që ne si komunitet mbetemi të izoluar brenda shtëpive tona. Shqipëria ka miratuar disa ligje për personat me aftësi të kufizuara, por sipas ekspertëve ato nuk zbatohen dhe për më tepër një pjesë e institucioneve nuk janë në dieni të këtyre detyrimeve ligjore që duhet përmbushin. Zoti Gajta thotë se autoritetet nisin të reagojnë pozitivisht pasi ju vjen në dukje problemet përmes ankesave dhe vendimeve nga komisioneri për mbrojtjen nga diskriminimi. Bëhet fjalë mbi rreth 30% të vendimeve dhe të ankesave lidhen me persona me aftësi të kufizuar në fusha nga më të ndryshme, në shërbime nga më të ndryshme. Çka do të thotë që zen pothuajse zërin kryesor, shkakun kryesor të pretenduar për diskriminim nga ana e qytetarëve dhe për rrjedhoi edhe vendimarrja, do të themi ka qenë shumë e madhe në lidhje me këtë gjë. Veprimtarët pohojnë se personat me aftësi të kufizuara dalin pak në rrugë prej pengesave infrastrukturore, por akoma më pak shfaqen edhe në media, edhe pse mundësia për këtë është shumë herë më e madhe. Edhe në shfaqjet e pakta në media ata dalin vetëm në programe të rralla kushtuar nevojave të personave me aftësi të kufizuara, por mbajtja larg trafikut rrugor dhe larg televizioneve nuk e zgjidh problemin e tyre, thonë veprimtarët, por vetëm e fshe nga sytë e publikut dhe shton vuajtjet e tyre. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.